Golin dhe mbi të gjitha paraqitjet kundër Interit kanë konfirmuar se talenti turk Kenan Yildiz është gati të bëhet lider i Juventusit. Trajneri Igor Tudor e ka përshkruar me fjalë të thjeshta: ai bën të gjitha gjërat mirë. Dhe pamjet e golit të shënuar të shtunën nuk lën vend për dyshime. Një kontroll orientues, prekje saktë dhe një djathtë e fortë, një gol për kampioni. Ishte goli i tij i 10 në Serie A me Juventusin, i realizuar me flanellën numër 10, një numër që gjithmonë sjell krahasime të mëdha. Ai luan futboll, pastaj jeni ju që i bëni krahasimet, shtoi Tudor. Gjithsesi krahasimet vijnë vetvetiu. Si një vit më parë më 17 shtator në Champions League kundër PSV-s, ku Yildiz shënoi gol alla Del Piero dhe festoi me gjuhën jashtë, një homazh i qartë për idhullin. Jam shumë i lumtur për golin tim të parë dhe për mënyrën se si e shënova, për këtë festova me atë gjest, deklaron atë kohë. Kur i kthehej Champions, i rikthehen dhe kujtimet. Juventusi tani sfidon Borussia Dortmundin dhe mendja të shkon me njëherë te golat historik nga Platini te Del Piero. Platini ka qenë gjithmonë modeli im, thoshte Del Piero. Sot 30 vite më vonë historia përsëritet, 3 herë 10 nga Platini te Del Piero deri te Yildiz, sepse te Juventus kush mban mbi shpinë flanellën me numër 10 nuk mund t'i shpëtoj fatit e tij.